evvelina dhe lavdërimet I takoj vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamat ja dërgoj Muhammedit alayhi salatu wa salam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, jemi edhe më tej tek cikli I hutbeve si të sillemi me Allahun Azza wa Jall. Nga urësia e Zotit dhe dituria e tij absolute është që Allahu nuk I ka bërë njerëzit e barabartë, qoftë në iman, besim, qoftë në dije, qoftë edhe në pasuri apo varfëri. Disa prej tyre ka caktuar që të jetojnë në këtë dunja të varfër, e disa prej tyre e ka bërë që të jenë të pasur. Në këtë hutbë do të flasim për çështjen si duhet të sillet njeriu me Allahun Azza wa Jall kur Allahu I jep pasuri, kur Allahu nuk e bën të varur për krijesat, në farforme I jep pasuri dhe e pasuron ata. Të nderuar vëllezër, pasuria ashtu si e ka potencuar Allahu Azza wa Jall në surën Kaf, është bukuri e kësaj dunjaje. Tha Zoti xhelalu ala, el-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe evlatët janë kajmaki dhe bukuria e kësaj dunjaje. Mirë po njëkohësisht Allahu ka potencuar se po kjo pasuri dhe po këta evlat janë sprovë për prindin dhe për njeriu. Tha Allahu në surën Munafiqun, innama amwalukum wa auladukum fitna. Me të vërtetë evlatët tuaj dhe pasuria është sprovë për juve. Pasuria thamë është begati nga Allahu Azza wa Jall. Dhe I lumi Allah ka me I pyet të pasurit më shumë se sa të varfërit. Për të arsye I pasuri ka më shumë kalkulime, dhe për të gjitha këto kalkulime, qoftë në argjime, qoftë në tregti, ka më llogarit për Allahu Azza wa Jall. Tha Zoti xhelalu ala, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. E pastaj kur të dalni për Allahu, keni për të pyetur për begatit e Zotit, klapa, keni për të pyetur për pasurinë. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk bën vaki me lëviz kamba e binit të Ademit ditën e gjykimit, derisa të pyetet për 4 gjëra. Njëra prej tyre është të pyetet për pasurinë, se si e ka fituar dhe ku e ka harxuar. Alayhi salatu wasalam, sa që është përmend pasuria, Arrisku ka treguar që pasuria e vërtetë është pasuria në zemër dhe shpirt, e jo pasuria në letër, apo në xhep, apo në dorë. Alayhi salatu wasalam vazhdimisht I ka këshilluar njerëzit duke thonë, ja ayyuhan nas, o ju njerëz, ittaqu rabbakum wa ajmilu fi talab. Tutuni Allahut Azza wa Jall, edhe përsosni rrugët e kërkimit të pasurisë. Inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Nga se asnjë shpirt që ka kriju Allahu Azza wa Jall nuk ka mundësi me dalë prej kësaj bote, e as me nxon vdekja pa humbur edhe pa fshatën e fundit, pa marrë edhe riskun e fundit, të cilën risk ja ka saktuar Allahu Azza wa Jall. E kuptuam që pasuria që ka begati, e kuptuam që pasuria që ka sprovë, e kuptuam që pasuria është element që na bën të pyetemi më shumë të Allahut. Atëherë, si të sillemi me Allahun kur Allahu na jep pasuri, kur Allahu na begaton me pasuri. E para është për tyre me falendëru Allahun Azza wa Jall, që Allahu na dha pasuri, nuk na bëri të varur për të tjerët, edhe nuk na bëri të detyruar që ta shtrihem dorën për të ndihmuar të tjerët. Dhe ky falënderim I Allahut I ka 3 elemente. Elementi I parë të nderuar xhamat është me falëndëru Zotin me zemër, shpirtërisht, me qenë I bindur, I kënaqur me atë pasurinë që të ka dhënë Allahu Azza wa Jall. E dyta, me falëndëru Zotin me gjuhë, me qenë mirënjohës, e jo non-stop me qenë ankues, non-stop mos me qenë I ngopur. Edhe e treta, këtë pasurisë të ka dhënë Allahu, me shfrytëzu me gjymtyr, aty ku kënaqet Allahu Azza wa Jall. Pasuria në jetën e përditshme, në duar edhe në xhepat e njerëzve I ka 3 forma. Forma më e kërkuar është forma mesatarës që Allahu e ka potencuar në surën Furqan.
Tha Allahu azza wa jall: "Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama." Besimtarët e zgjedhur, elita e Allahut azza wa jall, pasanikët e mirë, janë ata të cilët janë mesatarë në pasuni. Kur vjen puna me shpenzu, shpenzojnë mesatarisht. Kur vjen puna me shtrengu, e shtrengojnë. Ati ku duhet me shtrenggu, e lirojnë ati ku duhet me liru. Kjo është elita e Zotit. E dyta është elita e qortuar, dhe është prej gjunave të mëdhaja, kooperacia. Është pasanik, i ka kushtet, i ka mundësit, mirë po jeton dhe shtiret si mos po i pas kushtet. Nga frika se mos po i lip dikush, nga frika se mos po i adjet dikush pasunim, ki të regohet kooperac edhe shtiret si i varfër. Allahu azza wa jall ka për ta: "Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Kush bëhet kooperac e ka për veti. "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kush ruan veten nga kooperacia, ka me qenë për të shpëtuar nga nesër të gjykimit. Edhe rangu i fundit i njerëzve raport me pasunin është ata që kanë pare, nuk është që nuk shpenzojnë, ama shpenzojnë pa karar, shpenzojnë pa nevoj, e keq përdorin edhe shpërdorojnë pra pasunin. Tha Allahu azza wa jall për ta në surën Isra: "Wala tubadhir tabdhira, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura." Edhe mos e teproni në harxhimin e pasunisë, nga se shejtani është pra atyre që teprojnë, dhe kush e tepron në harxhimin e pasunisë, e ka një ves delikt të shejtanit të mallkuar. E dihet bukur mirë që shejtani është mohuesi i Allahut azza wa jall. E treta që duhet me pas pasuri parasysh të ndëruar xhamat, është patjetër që ketë pasuri me dhon zakatin kur t'i vjen afati i caktuar. Shpesh njerëzit kur i këshillojnë, jipe zakatin e pasurisë, jipe zakatin e aksioneve që i ki, jipe zakatin e qirave që i ki, e banesave, e veturave, na thot neve, para 2 jave ja pagujta njojnë me kitmin 800 euro. Para 3 jave ja kumte fjonin 5 kg mish, ati qetrit 500 kg mill, edhe shtu marot. Qish është përgjigja? Ne i themi shumë mirë është, Allah i shkublir, ama kjo sadekat e rëndon, se vab ki për të, ama zekati është për i plezon pasuria 1 vjet po prej, apo për aksione që i ki, ka mbush 1 vjet, e mere që të kalimin, sa ki fitim, edhe pjeston me 2.5, edhe jem zekatin asaj pasurije. Andaj mos e në shkalo, nga sa Allahu ka thënë për ata që se japën zekatin: "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim." Ata të cilët nuk e japin zekatin e Allahut edhe argjendit, pasuri shkurtimisht, kanë me pas dënim të dëmshëm nesër ku të dalin para Allahut azza wa jall. Edhe e fundit ndalohet harxhimi i pasurisë në haram. Para me ndodhë të ndërrua xhamat, kena më pyet për Zotin edhe për ujin e ftohtë që e kena pirë ditën e nxehta. Kena pyet për Allahun për klimën kërë që e kena, edhe për nxehtjen qendrore në shtëpi që e kena. Këto i kemi halal me i përdor. Ama ka me të pyet Allahu a ke thonë elhamdulillah s'ponar. Elhamdulillah ka mu i ftohtë, por që tu ki mu pyet. Para me ndodhë për haram me harxhu pasurin. E lusë Allahu nësë që Allahu na begaton me pasurin, të mos shuhemi pesh si Karuni, si Firauni, si Hamani, për bëmi sebeb edhe modest për punë të mira, si Ebu Bekri, Othmani, Aliu, Omeri, edhe burat e mdhejtë të umeti. Amin, amin. Barak Allahu li walakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum fima qultum wa sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.